Psikologët e shpjegoni më mirë. Pse njerëz se kanë këtë tendencë mos me qenë të lumtur edhe kur janë të përmbushur? Ndoshta krejt dinamizmi i jetës cilën po jetojmë, po bën që secili prej nesh me pas më shumë qëllime për arritje, krahasimi me të tjerët, rrjetet sociale, do të thonë janë ato fotografitë perfeksioniste të postume, udhëtimet e bukura, arritjen karrierë dhe krejt ajo luksi që publikohet aty na bën që ndonjëherë edhe ne pavetëdijshëm me u vendos në atë rolin që edhe unë po e bëj atjetë, dhe kjo na shput realisht për kontaktit me vetën tonë, me atë që na dojmë, me atë që kush jemi na. Edhe nëse unë shkoj me një pushim për shkak se është bë trend edhe duhet me postu në rrjetet sociale, ka shumë gjasa që nuk po e shijoj atë pushimin, po e kam për rrjetet sociale. Tani jo gjithmonë nuk shijohet, po përjashto rastet kur njerëzit kanë këtë vështirësinë e shijimit të momentit për shkak